Përshëndetje miq të Shëndetit. Në këtë episod të podcastit do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, e cila ndikon drejt për drejt në shëndetin tonë, duhanpirjen. Si ndikon duhanpirja në shëndetin e përgjithshëm, por kryesisht edhe në shëndetin e mushkërive dhe të zemrës. Për diskutuar në lidhje me këtë temë kemi të ftuar mjekën Desli Shahini. Desli, kënaqësi që të kemi në podcast. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Fillimisht do të pyesja pse njerëzit pinë duhan kur e dinë që ai dëmton shëndetin tonë. Duhanpirja është një problem që nis me psikologjinë, sepse vetë duhani ka përbërës aktiv të cilët ndikojnë jo vetëm në mënyrën se si ne i qasemi vetë pirjes së duhanit, pra pjesëzave ndërtuese të duhanit, por dhe në mënyrën se si ne e përjetojmë procesin në cilin kalon trupi dhe organizmi jonë pasi konsumon duhan. Ky është një proces tërësisht psikologjik i lidhur me pjesëzat që bëjnë pjesë tek përbërësit e duhanit, janë përbërës aktiv të cilët kanë një ndikim të madh në trupin ton, duke na bërë të përjetojmë momente çlirimi. Këto momente çlirimi të përjetuara nga ne si nga ana fizike, si nga ana psikologjike, ndikojnë që ne të arrijmë të përjetojmë brenda organizmit tonë një lloj varësie, e cila bëhet më vonë pas disa kohësh që konsumohet duhani, bëhet një varësi nga e cila ne nuk mund të shkëputemi dot, ose të paktën na duket sikur nuk mund të shkëputemi. Kjo është lidhur drejt për drejt me përbërësit aktiv të duhanit, por është lidhur gjithashtu me mënyrën se si ne e përjetojmë brenda organizmit ton efektet që duhani shkakton. Duhani, një nga organet që dëmton më së shumti është mushkëria. Mund na tregoni disa nga zakonet që e dëmtojnë mushkërinë? Mushkëria është një organ i cili dëmtohet tërësisht nga mënyra se si ne i qasemi ajrit që fusim brenda organizmit ton. Në këtë mënyrë, tubat në cilët kalon ajri, përfshirë këtu edhe pjesëzat e duhanit, sepse çdo gjë që ne thithim nëpërmjet organeve thithëse gojës dhe hundës, arrin që të përfundojë në mushkëri, shpesh herë të pafiltruara. Vetë organi i mushkërisë ka qime të vogla, të cilët pastrojnë rrugët e ajrit dhe nuk lejojnë sekrecionet të grumbullohen në këto tuba të vegjël. Tubat në cilët kalon ajri dhe që përfshin gjithë organin e mushkërisë shkojnë deri në mushkëri dhe bëhen pjesë e sistemit të frymëtithjes dhe frymëzjerjes, janë tuba të cilët kanë si përbërës të tyre disa qime të vogla thithëse, të cilat jo vetëm pastrojnë të gjithë ajrin që futet brenda organizmit ton, e filtrojnë atë, por përveç të tjerave arrin të realizojnë një lloj mekanizmi mbrojtës që ajri që futet brenda nesh të jetë jo vetëm më i pastër edhe më i filtruar, por të mos grumbulloj ose të mos lërë mbetje të caktuara. Duhanpirja, sidomos duhanpirja afatgjat, shkakton shkatërim total të këtyre qimeve dhe shkatërim total të këtij mekanizmi mbrojtës të mushkërisë. Çka do të thotë që vetë mushkëria nuk arrin më që të filtrojë ajrin të cilin ne fusim me anë të frymëtithjes dhe frymëzjerjes, por nga ana tjetër shkakton edhe një mungesë totale të këtyre qimeve thithëse të cilat janë aq të rëndësishme sa nuk bëjnë vetëm filtrimin e ajrit me cigare kur ne pim, por dhe filtrimin e ajrit zakonshëm. Kjo bën që këto tuba të vegjël të fillojnë të ndryshojnë formë, të fillojnë të ndryshojnë sipërfaqen e tyre dhe me ndryshimin e sipërfaqeve janë problemet dhe pasoja afatgjata që vijnë nga pacientë që ne shohim nga një duhanpirje afatgjat, cilët grumbullojnë të gjithë problematikën e ajrit që ne thithim dhe në ditët zakonshme ose në ditët që ne nuk pim cigare ose pim më pak cigare, të grumbullohen brenda në mushkëri pa arritur të ndodhë ky mekanizëm filtrues, të cilët këto tuba të vegjël e bëjnë. Nga ana tjetër, duhanpirja afatgjat shkakton probleme të mëdha në mushkëri, por jo vetë. Shkakton probleme të mëdha gjithashtu edhe në organet e tjera kryesore. Thën kjo për arsye sepse pjesëzat që përbëjnë duhanin janë pjesëza shumë aktive dhe në momentin që futen në organizmin ton, ato shkaktojnë probleme jo vetëm në tubat e mushkërisë, pra tubat që lidhin sistemin e frymëthithjes dhe frymëzjerjes, por në të gjitha aspektet e tjera. Mos harrojmë që oksigjeni që ne thithim, pra ajri që ne fusim në organizëm, shërben për shumë organe të tjera për të mbijetuar. Zemra, truri, organet e tjera të cilët pa oksigjen nuk arrin dot të jetojnë. Dhe në rast se ne ulim sasinë e oksigjenit, sepse arrim të fusim ajër brenda organizmit ton të pafiltruar, këto probleme janë probleme madhore dhe sjellin shkallë problematika të cilat bëhen jo vetëm një problem i madh për pacientin, por edhe një problem i madh për shoqërinë. Ajri që ne thithim fatkeqësisht nuk e zgjedhim dot.
sidomos në qytetet e mëdha urbane, nuk duhet harrojmë që ndotja është një faktor themelor I cili ndikon rëndësinë e ajrit që ne thithim ose cilësinë e ajrit që ne thithim në aspektin afatgjat, që do thotë që ne çdo ditë jemi të detyruar të kalojmë në qytete, të kryejmë aktivitetet tona në sisteme urbane dhe të thithim një ajër të ndotur. Me urbanizimin që ka ndodhur sidomos këto vitet e fundit, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, kemi arritur momentin që ndotja është në ato nivele në të cilat mushkëria vetë nuk arrin dot ta përballojë. Imagjino një mushkëri e cila është e lodhur, një mushkëri e cila tubat e të cilës nuk janë më aq aktive për të pastruar këtë ajër. Imagjino një mushkëri e cila është e ndotur nga ajri dhe pjesëzat e duhanit që janë aty brenda. Kjo është një situatë alarmante dhe këto alarme janë ngritur dhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për arsyen e së pari të ajrit të ndotur që ne thithim, të cilët nuk mundemi ose kemi shumë pak mundësi për ta kanalizuar në zgjidhje, kështu që jemi të detyruar, kemi obligacion personal dhe qytetar që të arrijmë që pjesëzat që ne mund të bëjmë për të përmirësuar frymëthithjen dhe frymëzjerjen dhe për të përmirësuar cilësinë e oksigjenit që futet brenda në organizmin ton, duke mos e menduar mushkërinë si fundin, por fillimin e një procesi të madh të pastrimit dhe oksigjenimit të gjitha organeve të tjera kryesore, është një detyrë shumë e rëndësishme dhe fatkeqësisht është një detyrë që ne e neglizhojmë dhe shumë pacientë e neglizhojnë duke mos e menduar në aspektin afatgjat, por duke menduar gjithmonë që edhe sot edhe nesër dhe kjo gjë do kalojë dhe nuk do jetë ajo nuk do jetë dëmi aq I madh. Fatkeqësisht nga shumë pacientë dëgjohen shumë shpesh thënie të ndryshme, mitike, të cilat thonë që edhe ai që nuk pinte cigare kishte kancer ose tumore në mushkëri. Jo gjithmonë këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Sigurisht që në momentin një mushkëri është e lodhur, probabiliteti që aty të ndodhin ndryshime të tjera që janë me pasoja pak më të rënda është më e madhe. Por kjo nuk do thotë që ne duhet të lëmë bastore dhe të krijojmë varësira të tilla së pari dhe së dyti dëme të parikthyeeshme ose me vështirësi ekstreme të rikthyeshme dhe kur them të rikthyeshme them në aspektin e organit si organ I cili dëmtohet në mënyrë pothuajse definitive. Si ta kuptojmë ne organin mushkërinë në këtë rast që po dëmtohet? Ka disa shenja, sinjale që na jep trupi? Ka shumë shpesh shenja, së pari duhet të gjithë duhanpjerësit e dinë që ata kanë një koll specifike e cilën ne quajmë kollën e duhanpjerësve, është një koll që për mjekun është lehtësisht e dallueshme, por dhe në aspektin e pacientëve kur vinë ata e dinë që ata kanë atë kollën e tyre, domethënë është një koll specifike e duhanit, shpesh me sekrecione që fillojnë që nga mëngjesi, me problematika të mëdha si vështirësitë në frymëmarrje, sidomos në aktivitet. Shikoj mosha të reja të cilët e kanë të pamundur të kryejnë aktivitete fizike, dhe kur flas për aktivitete, nuk flas për aktivitete të rënda fizike, përfshirë këtu dhe ecje të shpejta ose ngjitje shkallësh për gjëra të lehta, aktivitete të lehta ditore që ne duhet I bëjmë në mënyrë të përditshme. Dhe vështirësia në frymëmarrje aty pastaj është një problematikë shumë e madhe dhe që nuk arrin të zgjidhet nga pacienti dhe pacienti fillon të shndrohet në një pacient që bën më shumë jetë sedentare dhe hyn në ciklin që duke ndenjur më shumë ulur konsumon më shumë cigare dhe është një cikël që është shumë e vështirë të ndërpritet, është një rreth vicioz që është shumë e vështirë të ndërpritet. Është shumë e vështirë gjithashtu nga ana e pacientit që të arrit të ketë një frymëmarrje të qetë. Pacientët që pinë cigare për një kohë të gjatë kanë fshëllima dhe kanë net të lodhshme në të cilët vështirësia në frymëmarrje bëhet problematike. Kjo fillon që në fazat e vogla, pra në fazat e hershme të pirjes cigares, deri në fazat më problematike. Sigurisht që me moshën kjo theksohet dhe vështirësohet akoma më shumë, sepse vetë organi fillon pëson ndryshime, plakja është një sëmundje e madhe e cila nuk arrin vetëm që të sjellë problematika që ne mund t'i shohim apo t'i dallojmë, problematikat fillojnë pak më herët, fillojnë në mënyrë të heshtur, por një person që ka pirë cigare e ka shumë më të vështirë dhe kalon në një cikël shumë më të vështirë dhe të rëndë, në të cilin është I detyruar që të ketë vështirësi
në jetën e përditshme. Dhe vështirësia në jetën e përditshme fillon që nga aktivitetet bazike të vogla deri tek gjumi, cilësia e gjumit, që është një thelb kryesor, sepse ne me një gjumë të keq normalisht kemi edhe një ditë të keqe që na pason. Kështu që problemet që janë që në momentin që ne flem, pra në fazën më të qetë të trupit tonë, deri në momentin që bëjmë aktivitete qoftë edhe minimale fizike. Ne folëm pak për se si ndikon duhanpirja në frymarrjen tonë. A lidhet kjo me astmën? Astma është një problem i madh. Astma është një sëmundje që për momentin është duke pësuar dhe ndryshimet shumë të mëdha. Ndryshimet të mëdha që pësohen janë për fat keq nga ajri që ne thithim, që cilësia e cilit është shumë për momentin është realisht një nga temat më të diskutueshme, cilësia e ajrit që ne thithim. Kështu që patjetër që kanë lidhje, ato janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Një person duhanpirës ka probabilitet të zhvilloj azëm pak më shpejt. Arsyeja pse është sepse tubat e hollë që ne folëm deri tani janë të dëmtuar për shkak të këtyre përbërësve të vegjël që unë thash, janë të dëmtuar sepse fillojnë të ngushtohen për të arritur që të bëjnë kalimin e ajrit edhe më të vështirë, kështu që në një mushkëri ku tubat janë më të ngushtë dhe më të vegjël, probabiliteti që ai të zhvilloj azëm është shumë i madh se tek një njerëz që ka një strukturë anatomike më normale dhe nuk e ka ndikuar këtë strukturë anatomike nga faktorë të jashtëm. Astma gjithashtu ka predispozitë gjenetike. Predispozita gjenetike fillon së pari nga struktura anatomike, pra ne lindim me një strukturë të caktuar anatomike, gjërësia e tubave tanë është gjenetikisht dhe anatomikisht e zhvilluar që në lindjen tonë. Disa persona lindin me tuba pak më të hollë, të cilët kanë edhe probabilitet të kenë ngushtime pak më të shpeshta, sidomos në pacientë të cilët kanë dhe predispozit për alergjen të ndryshëm, sepse astma ndikohet edhe nga alergjen të ndryshëm. Kur them alergjen filloj që nga ndotja, pastaj vazhdoj me polenet, ka shumë faktorë të cilët mund të shkaktojnë alergji dhe alergjia tek ne si një faktor mbrojtës mushkëria tenton që t'i nxjerrë jashtë këto struktura të cilët ne i thithim dhe nuk i përballojmë dot që t'i kemi brenda trupit tonë, prandaj shkakton këto ngushtime dhe fillon edhe bën atë që ne quajmë azëm. Dhe duhanpirja gjithashtu është një nga shkaktarët kryesor, sepse në momentin që këto struktura anatomike janë vetë të ngushta ose edhe qofshin normale, por ngushtohen për arsyeën e duhanpirjes si fiziologji, në momentin që fillon një krizë astmatike, pacienti ka shumë të vështirë të dalë. Një pacient duhanpirës ka shumë të vështirë të dalë nga gjendja. Sigurisht që astma është një diskutim i gjerë. Diskutimi fillon me këto shkaktarë që unë fola dhe deri tek menaxhimi. Por astma sigurisht është një mënyrë në cilën organizmi jon tenton të tregoj që është i fuqishëm, mjaftueshëm për të nxjerrë jashtë ato që ne, organizmi jon, i quan të huaj, dhe këto i quan të huaj sepse ashtu është krijuar, pra vjen që në gjenezë, por mund të quajë të huaj edhe për arsye se ne, duke i përdorur më shumë se sa ç'duhet, duke përmendur këtu duhanpirjen, mund të bëjmë rezistencë ndaj tyre, pra mund të krijojmë një lloj rezistencë ndaj tyre. Astma është një mënyrë e vështirë jetese, por nuk është një mënyrë, është një mënyrë menaxhimi, të cilën ne vetë duhet të kemi aftësinë dhe dëshirën për ta ndryshuar dhe për ta menaxhuar në aspektin afatgjat. Krizat astmatike janë të vështira edhe në kushtet spitalore, por unë mendoj që pacientët që kanë struktura të tilla dhe janë në dieni gjithashtu të strukturave, sepse sigurisht 2-3 herë të para janë të vështira për të menaxhuar dhe pacientët kanë nevojë për suport. Kanë nevojë për suportin e mjekut pneumolog, kanë nevojë dhe për suportin psikosocial, që shoqëria duhet të trajtojë një pacient i cili ka nevojë të tejkalojë një situatë alarmante për një moment të caktuar. Pas disa kohësh ata janë ekspert, din të përdorin pompat shumë mirë, inhalatorët, dhe në momentin që ata bëhen ekspert të kësaj gjëje,
bëhen ekspertë edhe të mënyrës se si duhet ta jetojnë dhe ta përjetojnë një krizën të caktuar azmatike dhe bëhen ekspertë edhe në mënyrën e menaxhimit të situatave të ndryshme, pra ato largohen nga alergjenët e ndryshëm, nuk janë njerëz që fillojnë edhe bëjnë selektimin e situatave të ndryshme. Pastaj në aspektet e muhampirësve, nëse një person vazhdon dhe pin cigare pavarësisht se është duke kaluar azëm ose kriza të ndryshme azmatike, është katastrofike. Dhe varësia shumë e madhe i vjen. Varësia është shumë e madhe, fatkeqësisht po, sepse vetë përbërësit janë shumë aktive dhe krijojnë ato varësit. Doktoresha, për të sqaruar pak nga ndryshon astma nga SPOK, sepse shpesh mund të ngatrohet. SPOK është një gjendje e vështirë, shumë e vështirë se sa azma për të menaxhuar dhe shpesh është definitive. Një nga shkaktarët kryesorë të SPOK-ut është duhanpirja. Duhanpirja shkakton ngushtime dhe pothuajse shkatërim të strukturave të këtyre tubëve të vegjël që shkojnë në mushkëri dhe transportojnë ajrin. Shkatërimi i këtyre tubave është në nivele të parikthyeeshme shpesh herë. E vetmja gjë që ne mund të bëjmë është t'i mbajmë në nivelin që i kemi gjetur. Ky është mënyra se si mund ta fitojmë këtë luftë. Nuk ka një mënyrë tjetër se si ne mund ta fitojmë luftën e SPOK-ut, është ta mbajmë deri në nivelet që është, por shpesh herë pacientët që vinë tek ne janë me një shkatërim pothuajse të pamundur për të rikthyer. Kështu që shkatërimi i këtyre tubave shkaktohet specifikisht nga duhanpirja, sidomos duhanpirësit afatgjat, të cilët kanë për vite të tëra kanë pirë cigare dhe në shifra alarmante për momentin. Janë vërtet pacientë që shkaktojnë dhe bëjnë shkatërim të gjithë strukturave që përcjellin ajrin nga momenti që ne thithim dhe deri në momentin që shkon në mushkëri, dhe shpesh herë janë të bashkëshoqëruara me sëmundje të tjera, duke përfshirë sëmundjet e zemrës ose në rastet akoma më alarmante duke përfshirë dhe sëmundje që vijnë nga mos oksigjenimi i trurit. Oksigjeni që ne thithim është shumë i rëndësishëm dhe në momentin që ne kemi vështirësi në frymëmarrje, sigurisht zemra pompon më fort për të arritur nivelin e qarkullimit të gjakut dhe qarkullimit të oksigjenit bashkë me gjakun, sepse mos harrojmë që oksigjeni gjithmonë lidhet me gjakun për të shkuar nëpër organe, ai nuk shkon vetëm. Kështu që në momentin që zemra duhet pompojë më fort, rritet tensioni, pra rritet presioni i gjakut, dhe ky rritje e presionit dhe rritje e fuqisë së zemrës për të tkurrur bën që ajo të lodhet dhe të arrijë një nivel stopi, dhe kur arrin ky nivel stopi, sigurisht që nuk dëmtohet vetëm zemra si zemër, por dëmtohen të gjitha organet të cilat oksigjenohen, pra shkon oksigjen dhe gjak nëpërmjet tyre. Kështu që fatkeqësisht pacientët që kanë SPOK shpesh herë vinë në situata alarmante për arsyen e SPOK-ut që ka shkaktuar vetë tek organi i mushkërisë dhe tek këto tubat, por së dyti për shkak të sëmundjeve bashkëshoqëruese me të cilët fatkeqësisht është lidhur dhe kjo sëmundje. Po, në fakt këtu doja të ndalesha se deri tani folëm për ndikimin që ka duhanpirja në organin në mushkëri, por si ndikon duhanpirja tek zemra? Nëse mund ta zgjeroni pak më shumë. Po, siç e shpjegova, zemra është një organ i cili funksionon me gjak, por oksigjeni lidhet vetëm me gjakun për të qarkulluar nëpër gjithë organizmin tonë dhe për të oksigjenuar gjithë strukturat e tjera. Kjo është mënyra se si funksionon i gjithë procesi. Pra, ne thithim oksigjeni në mushkëri, ne thithim ajër, aty ndahet çdo gjë dhe oksigjeni si oksigjen, pra ajri i pastër që ne quajmë, lidhet nëpërmjet gjakut, nëpërmjet strukturave të ndryshme dhe qarkullon nëpërmjet zemrës duke oksigjenuar dhe mbushur me gjak të gjitha strukturat e tjera dhe të gjitha organet e tjera. Në momentin që ne kemi një person që ka pirë duhan për shumë kohë, gjëja e parë është që ne kemi më pak ajër dhe oksigjen që na futet brenda për shkak të këtyre ngushtimeve dhe problematikave që ne shpjeguam më tepër që vijnë realisht dhe thelbësisht lidhur me mushkërinë si organ, pra me sistemin e frymëthithjes dhe frymëdjerës në tërësi. Çfarë ndodh më tej është një problem i madh sepse përveç se këto përbërësit e duhanit shkatërrojnë tubat në cilët futet ajri dhe del dioksidi i karbonit, shkatërrojnë edhe tubat në cilët qarkullon gjaku. Sepse këto përbërës, përveç se krijojnë copëza të vogla, pllakëza të vogla në anash enëve të gjakut, pra i ngushtojnë enën e gjakut dhe bëjnë atë më të fortë, më të thyeshme. Nga ana tjetër, ato krijojnë pllakëza të ndryshme të cilët ose lëvizin nëpërmjet gjakut dhe
ngecin nëpër organe duke bllokuar funksionin e tyre, ose bllokojnë arteriet kryesore, pra enët kryesore të gjakut dhe bëjnë gjakun shumë më të vështirë për të qarkulluar dhe duke ulur edhe nivelin e gjakut dhe nivelin e oksigjenit që shkon në të gjitha organet. Së dyti, zemra lodhet shumë në një vend ku është e vështirë që të lëvizë, sepse normalisht në momentin që ne kemi zvoglim të diametrit të arterieve, për shkak të këtyre pllaksave që krijohen rreth e qark arterieve që vijnë nga duhani, në momentin që zemra duhet të pompojë gjak, pra duhet të bëjë pompën dhe duhet të çojë gjak nëpër organe, ajo e gjen shumë të vështirë këtë gjë dhe normalisht tenton që ta bëjmë më shpejt për të arritur nivelin e caktuar që i kërkohet nga secili nga organet për të shkuar atje. Në këtë moment, çfarë ndodh është që zemra me pompën e fortë që bën dhe me shpejtësinë që bën, së pari rrit rrahjet e zemrës, së dyti rrit tensionin. Atë që ne quajmë tension ose presion i gjakut. Në momentin që rritet tensioni dhe presioni i gjakut, dëmtimet që shkaktohen më tej janë të mëdha, sepse normalisht një zemër e lodhur është një zemër e cila ka nevojë për ndihmë. Dhe kur ka nevojë për ndihmë, ne nuk mund ta ndihmojmë më sepse i kemi shkatëruar edhe enët e gjakut edhe enët ku kalon ajri. Kështu që ky është një problem i madh. Së dyti, problemi kryesor që vjen pas të gjithë problemeve të zemrës si organ, është problemi i organeve rreth rrotull. Mos harrojmë që gjitha organet funksionojnë me oksigjen dhe gjak. Në momentin që shkon më pak oksigjen dhe gjak, ne shikojmë që organet fillojnë dhe ulin në ritmin dhe nivelin e tyre, kështu që është një shkatrim tërësor. Dhe truri është ai që mund të bëj blok total, të menjëhershëm, atë që ne quajmë stroke në nivelin e gjuhës mjekësore, por në nivelin e thjesht është për të kuptuar që truri stopon së punuar sepse nuk mbushet më me oksigjenin e duhur, sepse nuk i shkon ky oksigjen nga këto ndryshimet që kanë ndodhur nga duhanpirja, dhe ky shkatrim ose ky bllokim bën që neve të kemi zona të cilat nuk oksigjenohen, dhe zonat të cilat nuk oksigjenohen bëjnë infarkte, dhe zonat që bëjnë infarkte janë në tru ose në zemër, janë zona që nuk punojnë më. Pra, ne kemi një humbje të funksionit të këtyre organeve themelore për shkak të duhanpirjes. Prandaj thirrja është shumë e madhe. Thirrja për të mos pirë më cigare ose për të ulur nivelin e duhanpirjes, për të edukuar sa më shumë popullatën është shumë e madhe, sepse dëmtimin që ne nuk e shohim në fakt sot, dhe pacientët shpeshherë nuk lidhen me dëmtimin sepse nuk e shikojnë sot për sot, është një dëmtim afatgjat, por është një dëmtim që duhet edukuar për të kuptuar së pari, pastaj për të pranuar për të bërë një ndryshim. Dhe duke marrë parasysh edhe cilësinë e ajrit që ne thithim që e përmendëm më herët. Niveli i urbanizimit që ka kaluar për momentin niveli i urbanizimit është vërtet shumë i lartë, jo vetëm në Shqipëri. Shqipëria ka më shumë, po është një diskutim shumë i madh për momentin. Të gjitha dëmtimet që po ndodhin janë gjithashtu ne i shohim në ndryshimet klimatike, ne i shohim në ndryshimet e mëdha që po ndodhin në nivel të gjitha problematikave që ne kemi në klimë, por jo vetëm, sepse ne nuk duhet të harrojmë asnjëherë që ne atë ajër e thithim. Kështu që këtë ajër që thithim dhe që nuk mund ta evitojmë dot, sepse ne mund të bëjmë ndryshime të vogla për ta mbajtur në këtë nivel, por ne nuk mund ta ndryshojmë urbanizimin. Bota po shkon shumë shpejt drejt urbanizimit, fabrikimet dhe të gjitha proceset e ndryshme të industrializimit që kanë ndodhur deri më sot e tutje po përpiqet që të kthehemi sa më shumë tek pjesa e të gjelbrës, tek parshet edhe tek mënyra se si ta kontrollojmë ekosistemin në tërësi, por është një proces i vështirë, kështu që një gjë që ne nuk mund ta evitojmë është ta thithim ajrin e një qyteti të urbanizuar, se jo të gjithë kemi shansin që të shkojmë në për zona të cilat janë më pak të urbanizuara, dhe fatkeqësisht punërat dhe jeta aktive është më e lidhur me qytetet e mëdha. Kështu që kjo është një gjë që nuk mund ta evitojmë. Të paktën të bëjmë atë që kemi në dorë për të ulur nivelin e atyre ingredientëve që ne mund të mos të zgjedhim me zgjedhje të lirë të mos i pim. Këtë do të thotë edhe unë që ndoshta nuk mund të ndryshojmë cilësinë e ajrit që ne thithim, por mund të heqim dorë nga disa zakone, siç është duhanpirja, dhe çfarë ndodh nëse heq dorë nga duhanpirja?
24 orët e parë shikon një ndryshim, por jo të madh. Përveç po them pjesën e mirë, pastaj do them pjesën e keqe. 24 orët e parë vërtet shikon një ndryshim, por nuk është një ndryshim thelbësor, por ti vëren vërtet një ndryshim. Pas 2-3 javësh është vërtet ajo që ti fillon të shikosh një ndryshim në mënyrën se si flas gjithmonë për pacientë që kanë arritur nivelin e vështirësisë frymarrje, shikon vërtet një lirim të rrugëve të frymarrjes. Sigurisht këto 2-3 javë nuk do të çbëjnë ato 20 vite, po them. Por sigurisht që ti e shikon dhe ndjehesh mbas 2-3 javësh, në rast se të gjithë thonë që mbas arrin atë nivelin e 3 javëve, nëse ke parë të mirën që nuk po fillon të marrësh frymëlirisht, sekrecionet kanë filluar jo të ikin, po të fillojnë të zvoglohen në nivele dhe në mënyrën se si e përjeton sidomos zgjimet. Fillon edhe të pëlqen ai momenti dhe thua ok, nuk do pi më cigare. Pastaj ndryshimet që ne shikojmë vërtet në nivelin mjekësor janë 1 deri në 3 vjet. Mbas 1 deri në 3 vjetësh ne shikojmë deri diku një nuk them asnjëherë që ne mund ta rikthejmë 100% aty ku ishim. Por shikojmë rikthime të vogla që janë signifikative në nivelin ton nga ana mjekësore. Nga ana psikologjike, 3 javët e para janë ekstremisht shumë të vështira për shkak të heqjes së një zakoni. Së pari, ne jemi njerëz të cilët jemi të lidhur me zakonet tona, jemi njerëz të cilët kemi nevojë për zakone për të jetuar, pra ne bëjmë një ditë të mbushur me zakone dhe aktivitete sistematike, dhe kjo gjë na bën ta pëlqejmë atë që bëjmë, të pëlqejmë punën, të pëlqejmë jetën, të pëlqejmë mënyrën se si konceptojmë zhvillimin ton individual. Kështu që zakoni i pirjes cigares është pjesë e gjithë kësaj tërësie, pra ne e lidhim me ushqimin, me pirjen e një kafeje, me daljen në një vend, pra e lidhim me ato zakone tona dhe këto zakone tashmë për të zhbërë janë shumë të vështira dhe për të zhbërë jo vetëm që ndikojnë në mënyrën psikologjike se si ne përjetojmë zhvillimin personal ose evoluimin personal, por mbi të gjitha e lidhim me detajet vogla të cilët në ditën tonë e bëjnë të duket më ndryshe. Nga ana tjetër, mos harrojmë që përbërësi kryesor i cigareve është nikotina, dhe nikotina është një ingredient i cili ka varësi psikologjike, sepse është një përbërës aktiv. Dhe këto përbërës aktiv brenda organizmit ton ndikojnë në mënyrë se si ne i qasemi dhe i përjetojmë situata të ndryshme, ose se si kjo substancë brenda organizmit ton bën që ne të përjetojmë situata të ndryshme. Thënë kjo është e vështirë që ne të largohemi nga një përbërës i cili është tërësisht aktiv dhe krijon brenda organizmit ton këtë lloj varësie. Shumë qendra të zhvilluara të duhanpirjes, të lënies së duhanit, imitojnë efekte të tilla nëpërmjet medikamenteve që kanë një lloj funksioni të tillë, sidomos për pacientë që kanë shumë vite që e pinë këtë gjë, për të mos shkëputur në mënyrë drastike dhe për të mos krijuar një blok ose një hapësirë psikoemocionale nga heqja dorë e kësaj substance. Kështu që ato fillojnë dhe imitojnë dhe e bëjnë në mënyrë më graduale. Ne jemi akoma në fazën e zhvillimit të qendrave të tilla, pra jemi akoma duke i diskutuar në këto debate. Ka një strukturë mjekësh e cila thotë që lënia duhet të jetë definitive, pra nuk do të kalojë pacientin në disa shkallë që të zbresi avash avash, pra duhet të jetë drastike, sepse ne o e heqim dorë nga një përbërës i tillë o nuk heqim. Ka mjekë të tjerë, ka një grup tjetër mjekësh që thotë që dëmtimi psikologjik që njeriu pëson në momentin që heq dorë në mënyrë imediate nga diçka mund të shkaktojë dhe dëme më të thella brenda nesh. Kështu që edhe mjekët janë të ndarë në dy ekipe, ne akoma nuk jemi në atë fazë të diskutimit të kësaj, por në botë bëhen shumë diskutime që kjo substancë të hiqet në mënyrë graduale, pra me substanca të tjera të zëvendësueshme që heqja dorë kësaj mos jetë traumatike, apo të hiqet direkt në mënyrë thelbësore. Por sigurisht nuk duhet të harrojmë që në botë ka qendra shumë të zhvilluara, pra pacientët kalojnë në një udhëtim në ditë të caktuara, ku ato marrin, diskutojnë dhe bisedojnë për këtë substancë e cila ka krijuar një varësi brenda tyre. Duke thënë këtë, dua të them që është shumë e rëndësishme të diskutohet, të flitet, të edukohet dhe të vlerësohet eforti i dikujt që bën një përpjekje për të lënë cigaren.
Kjo është sigurisht në të mirën personale, por është në të mirën e përgjithshme. Pra jo vetëm t'ju kërkohet që linë duhanin, por edhe të ketë mënyra se si Mos harrojmë që ne jemi persona të cilët nuk pinë cigare, por jetojnë ose bashkëjetojnë, bashkërendojnë aktivitetet e ditës me dikë që pinë cigare, janë gjithashtu të dëmtuar, sepse duhanpirja pasive, si ndikon duhanpirja pasive. Është një dëmtim shumë i madh i rrugëve të frymëmarrjes, është një dëmtim jo i njëjtë me atë që është duke thithur cigaren, por është një dëmtim mbi 60% e vlerësuar nga statistikat, dëmtim për personat të cilët jetojnë ose bashkëjetojnë, bashkërendojnë ditën e tyre me dikë i cili pi në ambiente të brendshme cigare. Kështu që vërtet lënia e cigares për individin është e rëndësishme, sepse të mirat janë, benefitet janë personale, por jo vetëm. Sepse në momentin që ne bashkërendojmë ditën me dikë që pi cigare në të njëjtët ambient ku ne jetojmë, ku marrim frym, ku kalojmë ditën tonë, ku bëjmë punën tona, arrijmë që të kemi dëmtime thelbësore në rrugët tona të frymëmarrjes dhe në mushkërinë tonë që na sjellin dëme shumë të mëdha. Dhe këto dëme janë dëme që ka nevojë të vlerësohen. Kështu që ky edukim dhe ky diskutim që duhet bërë në nivelin e një personi që lë cigaren, është një diskutim më i gjerë, është një diskutim social, është një diskutim personal, patjetër, por është mbi të gjitha një diskutim i cili bëhet me njeriu si njeri të tërë. Pra, ti nuk mund të flasësh vetëm me mushkërinë e njeriut duke i thënë që lërë cigaren, sepse ai është shumë kompleks. Është shumë kompleks në nivelin mendor, pra shumë kompleks në mënyrën se si e mendon pirjen e cigaret dhe zakonet që ne folëm, por shumë kompleks në faktin që ai bashkërendon dhe jeton me njerëz. Kështu që të kuptuarit dhe të edukuarit është shumë e rëndësishme. Dhe mendoj që patjetër kjo ka nevojë që të flitet edhe në mosha shumë të hershme. Unë doja të pyesja në fakt në momentin që dikush lë duhanin, sa kohë duhet trupit të rikuperohet, a ndryshon kjo në varësi të moshës, në sasinë e cigareve që pi, në kozgjatjen që ti ke pirë cigare gjatë jetës? Patjetër, kjo ka ndikim shumë sidomos në kozgjatjen që ti e ke pirë. Pra nuk është e njëjta situatë, ne nuk presim një përmirësim tek një person që ka pirë 40 vjet cigare. Presim një stopim të dëmeve, por nuk presim një përmirësim. Ne nuk mund ta kthejmë më mbrapsht atë që është dëmtuar. Sigurisht dëmtimit e rrugëve të frymëmarrjes janë dëmtime që për persona që kanë pirë një sasi të caktuar cigaresh, po për një periudhë goxha të gjatë, janë të pakthyeshme. Fatkeqësisht janë të pakthyeshme. Lënia e cigares mund thjesht të stopojë dhe të ndalojë aty pasojat ose dëmtimet që po shkakton brenda organizmit tonë, si në sistemin e frymëmarrjes, si në sistemet e tjera. Kështu që patjetër që ne nuk presim kur dëmtimet janë të pakthyeshme, fatkeqësisht ne nuk presim ndryshime. Presim vetëm një ndalim të dëmtimit në nivelin që është dhe në atë nivel ne dëshirojmë që të vazhdojmë ta mirëmbajmë organizmin. Nuk është e njëjta gjë për një person që ka pirë më pak, ka pirë në ditë të caktuara, nuk ka qenë sistematik në atë situatë, ka qenë në periudha shumë të shkurtra, është rikthyer, ka lënë, është rikthyer. Pra, këto janë situata që ka nevojë për diskutim dhe ka nevojë të vlerësohen nga mjeku në nivelin e dëmtimit që ka ndodhur. Sigurisht që një person që anatomikisht i ka këto tuba më të ngushtë, dëmtimi është më i madh se sa një person që mund të ketë pirë edhe 20 vite më shumë. Kështu që duhen parë të gjitha dhe duhen vlerësuar të gjitha aspektet deri në çfarë faze është dëmtimi së pari dhe së dyti, nëse pritshmëritë tona janë që situata të rikthehet, kur këto duhanpirës kanë qenë jo të rregullt, pra në periudha të shkurtra dhe janë rikthyer në jetën e shëndetshme. Dhe duhet parë nëse dëmtimi është definitiv dhe ne pritshmëritë tona janë thjesht të mirëmbajmë dhe të lëmë dëmin deri në fazën që është për të mos kaluar në hapin tjetër që mund të jetë fatal. Sot shohim edhe mosha të reja. Kur them të reja e kam fjalën 13, 14, 15 vjeç, të cilët pinë cigare. Si dëmton ata në zhvillimin e tyre që janë në moshën që kanë, por edhe në afatgjat, në ndikimin afatgjat që mund të ketë. Fatkeqësisht shikojmë edhe ne, shikojmë pacientë shumë të rinj se më përpara, pacientë cilët nisin ndoshta sepse është rritur edhe kujdesi shëndetësor. Pra, ndoshta edhe më përpara kjo gjë ka ndodhur, por nuk kanë ardhur tek mjeku, nuk kanë paraqitur tek mjeku. Tashmë pak është rritur edhe mënyra ndërgjegjësimi për të shkuar tek mjeku dhe për të kontrolluar. Dëmtimi tek këto mosha është një dëmtim i madh. Është dëmtim i madh në dy aspekte. Në aspektin e parë është në dëmtimin e zhvillimit mëtejshëm të rrugëve të frymëmarrjes, të cilat në momentin që dëmtohen dhe arrin që të kenë një dëm i cili
në shumë raste fatkeqësisht është i pakthyeshëm, nuk e lën zhvillimin që të shkojë më tutje, nuk e lë hapat të hidhen ashtu siç duhet. Së dyti është një problem, një varësie pak më të madhe se sa një person që e nis në një moshë më të madhe, më të maturuar, le të themi. Nisja në mosha aq të hershme krijon një lloj kujtese. Një lloj kujtese që është e vështirë të ç'bëhet. Është shumë e vështirë të ç'bëhet në rast se ti e ke nisur pak më vonë. Dhe fatkeqësisht ne shikojmë mosha të reja që janë të lidhur me cigaret në mënyrë aktive, kur them aktive, të përditshme. Pra nuk është një aktivitet që ndodh një herë në vit. Është një aktivitet i përditshëm dhe fatkeqësisht e shikojmë rëndom tashmë këtë gjë dhe shikoj që pacientët shumë në mosha shumë të reja që deri tani janë vizituar tek pediatri. Pra, kur them mosha shumë të reja, nuk kuptoj vërtet adoleshencën e hershme, tashmë vinë tek pneumologu me vështirësi në frymarrje, me probleme të cilat me sekrecione të bollshme, si nga rrugët e frymarrjes ashtu dhe në nivelin e mushkërisë, dhe shikojmë ekzaminimet të cilat sa vinë edhe bie kapaciteti i mushkërisë për të mbushur me oksigjen. Dhe të ndodhi kjo në një moshë pre-adoleshenca ose adoleshenca shumë herët, është një alarm i madh dhe një këmbane e madhe që ne duhet t'i drejtojmë së pari edukimit, që për mua është themeltar dhe shumë i rëndësishëm për të arritur evoluimin e një shoqërie, dhe së dyti për të bërë palë me njerëzit të cilët bisedojnë me këta fëmijë. Kur them mësuesit, psikologët, dhe patjetër marrëdhënia me prindrit. Është shumë e rëndësishëm që kjo jo vetëm të edukohet, po të flitet, të diskutohet. Ne nuk duhet të marrim masa ndaj fëmijëve, që ndoshta janë edhe të mira, unë nuk dua të futem në nivelin e marrëdhënieve prindërore, por ne duhet të diskutojmë me fëmijën, duhet ta kuptojmë arsyeën, duhet ta edukojmë motivin pse ka ndodhur, dhe me anë të kësaj gjëje ndërveprimi të gjitha këtyre elementeve, të gjithë këtyre aktorëve, mendoj që mund të arrijë në fazën që ne të kemi një shoqëri më të shëndetshme, sepse dëmtimet në mosha aq të hershme vërtet janë shumë të vështira për të çbërë. Ndani pak edhe tek një kategori tjetër e ndjeshme që janë gratë shtatzana, si ndikon duhanpirja, duke qenë se është një zakon i vështirë për të hequr dorë, si ndikon duhanpirja tek gratë shtatzana? Gratë shtatzana janë të ndaluara të pinë cigare. Unë jam pjesa e mjekëve agresiv në këtë aspekt. Për mendimin tim, kjo jo vetëm bazuar në mendimin tim, por bazuar në studimet mëdha që janë bërë tek gratë shtatzana që kanë pirë cigare, dëmtimet janë në nivelin e bebit, dëmtimet janë në nivelin e nënës. Mungesa oksigjenit qoftë për nënën në një moment që trupi i saj është duke ndryshuar dhe duke i dhënë jetë një trupi tjetër, dhe mungesa e oksigjenit në nivelin e placentës, pra aty ku zhvillohet embrioni dhe të gjithë fazat që kalon baby brenda trupit të nënës, është një moment kyç, por dhe një moment shumë i rëndësishëm. Mos harrojmë që është detyrë e çdo nëne për të arritur, për të siguruar për fëmijën më të mirën. Dhe sigurisht që në një moment kur trupi i saj është duke përjetuar ndryshime shumë të mëdha, dhe për vetë nënën, dëmtimet janë shumë të mëdha se sa do ishin nëse do ishte vetëm. Pra pa fëmijë brenda. Është ndaluar kategorikisht, në shumë vende diskutohet për dënime për nënat që konsumojnë cigare në momentin që janë shtatzëna, kështu që dua ta përmend këtë për arsye për të kuptuar thelbin dhe rëndësinë e lënies së duhanit në mënyrë kategorike në momentin që kemi shtatzani. Sigurisht që shpesh herë ndoshta shtatzanit nuk ndodhin të planifikuara, kështu që ne na duhet kohë që të heqim dorë nga një zakon i cili na vën një situatë të papritur, por mos harrojmë që kjo e papritur ose kjo situatë që ka ndodhur kërkon angazhimin ton të plot. Angazhimin ton të plot si njerëz, angazhimin ton të plot në zakonet e jetës, në ushqim, në mënyrën se si e përjetojmë ditën tonë, në mënyrën se si bëjmë gjumet tona, në mënyrën se si pamundësinë që ne kemi për të marrë medikamente gjatë asaj periudhe, kështu që të gjitha këto faza janë shumë të rëndësishme për të kuptuar
rëndësinë që ne kemi dhe përgjegjësinë patjetër për ta folur këtë gjë me krahas të zënës së pari, por dhe gruas në tërësi për ta marrë këtë hap dhe për të vazhduar më tutje. E qartë. Ne doktoresha kemi dhe një rubrik mit apo fakt ku janë disa pyetje ose konstatime të shkurtra të cilave ti mund t'ju përgjigjesh. Pirja e pak cigareve nuk të dëmton. Është e gabuar, është një mit totalisht. Pirja e cigareve të dëmton, e një cigare të dëmton po ashtu. Nuk është një të dëm si njëri që pi 3 paketa cigare, por është një dëmtim thelbësor, sepse së pari është krijimi i një zakoni, dhe së dyti është krijimi i varësisë, dhe së dyti është një dëm. Ne çdo ditë jemi të dëmtuar për shkak të gjitha ndryshimeve që po na ndodhin në cilësinë e ajrit, mënyrën si përballojmë jetën dhe çdo gjë. Kështu që ky do ishte një dëm akoma më i madh. Kështu që është një mit totalisht. Nëse bëj sport, duhani nuk më dëmton shumë. Duhanpirësit nuk bëjnë sport. Zakonisht, shumë e vështirë që një duhanpirës të bëjë sport. Kjo për shkak të pamundësisë ose vështirësive të frymarrjes. Vështirësia e frymarrjes tek një duhanpirës që tenton të bëjë një sport është shumë e vështirë. Kështu që duhanpirësit nuk bëjnë sporte. Sidomos duhanpirësit në nivele më të mëdha, por dhe duhanpirësit e 1-2 cigareve e kanë më të vështirë të bëjnë sport. Sporti jo domosdoshmërisht e heq dëmin e cigares. Sporti sigurisht ka nevojë për një jetë më të shëndetshme, dhe unë mendoj që një person që bën sport ose zgjedh të bëjë sportin dhe largohet nga zakonet e pashëndetshme, sepse shikon ato kënaqësinë që t'jep zhvillimi i një sporti, ose zgjedh të vazhdojë ke pjesa e cigares dhe të lejë sportin. Domethënë duhet zgjedhje midis të dyjave. Tymi pasiv nuk është aq i rrezikshëm? Sa tymi aktiv, po. Nuk është aq i rrezikshëm sa tymi aktiv, por tymi pasiv është shumë i rrezikshëm. Duhanpirësit, ne njerëzit që bëjmë ose bashkëndojmë aktivitetet me njerëz që pinë cigare në mënyrë aktive, jemi po ashtu shumë të dëmtuar, sepse duhanpirja pasive është një problematikë shumë e madhe që është sot në diskutimet më të mëdha. Ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur për eliminimin e cigares në ambientet e mbyllura ka qenë pikërisht bazuar në studime që janë bërë për dëmet që kanë shkaktuar tek njerëzit, pra tek duhanpirësit pasiv, kështu që po, definitivisht duhanpirja pasive është një nga problemet më të mëdha që shoqëritë sot jetojnë, sepse ky është një vendim që unë nuk e kam marrë me dëshirën time, pra unë jam e detyruar të jetoj ose të punoj me dikë që e bën këtë gjë, kështu që ky nuk është një vendim i imi personal ose një përgjegjësi e imja mbi trupin tim, pra unë jam detyruar të bashkëndoj aktivitetet me dikë që e bën këtë gjë, kështu që është goxha e dëmshme. Nuk mund të them që është baras e dëmshme, por është shumë e dëmshme. Lënia e duhanit sjell përfitime të menjëhershme. Jo mbas 24 orësh, mbas 24 orësh përfitimet janë minimale. Ti shikon vërtet një lloj ndryshimi, por nuk shikon një ndryshim madhor, por sjell ndryshime, nëse menjëhershme quhet për 3 javë, po fillon të shikosh ndryshimet për 3 javë. Ta thash sigurisht që nuk bëhet fjalë, këtu nuk përfshi pacientët që kanë shumë vite, kanë pirë sasira shumë të mëdha, është e vështirë për ata që të arrijnë të shikojnë ndryshim, ta përjetojnë ndryshimin. Ata e shikojnë, por ta përjetojnë është e vështirë. Nga ana mjekësore ne shikojmë ndryshimin. Kështu që krahasimi një pacienti për shembull para një viti dhe pas një viti që nuk ka pirë cigare janë të dallueshme dhe signifikative dhe nga ana e mjekut dhe nga ana e pacientit. Por do kohë dhe durim. E qartë. Ne jemi në fund të intervistës tashmë dhe do doja nga ju t'ju jepni një mesazh të gjithë duhanpirësve konkretisht, se si ata të lënë duhanin dhe të kujdesen për veten, ndoshta. Unë do bëj një thirrje së pari instancave pak më të larta në nivelin e edukimit. Unë mendoj që edukimi është shumë i rëndësishëm dhe në nivelin e edukimit kjo është një alarm shumë i madh, një këmban shumë e madhe që po zhvillohet dhe në vende edhe më të zhvilluara. Është një këmban e madhe që fillon që në para adoleshencë ky edukim, pra është edukim madhor, dhe në zhvillimet e marrëdhënieve interpersonale midis mësuesve, psikologëve dhe prindërve që janë faktor themelor për të krijuar një shoqëri më të shëndetshme. Pra janë zakone që ne duhet të fillojmë t'i edukojmë. Së dyti, për një person që është tashmë në këtë rrugë, unë mendoj që ky në momentin që ta shikoj këtë podcast duhet të marrë një masë urgjente që ta lejë cigaren. Do shikoj shumë përfitime, këtë e them me siguri, dhe do lehtësoj shumë organet e tij të brendshme. Mos harrojmë që ne nuk jemi
në këtë shoqëri thjesht për të ekzistuar. Ne kemi përgjegjësi individuale që janë përgjegjësi mbi trupin ton, kemi edhe përgjegjësi sociale që janë përgjegjësi që ne kemi mbi shoqërinë. Kështu që marr parasysh që do dy përgjegjësi duhet i çojmë ashtu siç duhet në vend, mendoj që kjo thirrje ose kjo këmbën është shumë e rëndësishme për të bërë një nder shumë të madh trupit tyre, mushkërive, zemrës, trurit, për të arritur nivelin e pjekurisë totale të organeve në mënyrë sa më të mirë dhe më të shëndetshme të mundshme, por dhe për të bërë një të mirë shoqërisë. Siç e thash edhe përmenda, urbanizimi sot, industrializimi, mënyra se cilësia e ajrit që ne thithim, cilën nuk bëjmë dot kompromise me të, fatkeqësisht na detyron ose na jep një shtysë akoma më të madhe që të mos ta dëmtojmë më shumë se sa e kemi tashmë prezent të përditshmërisë tonë, trupin tonë. Kështu që është një thirrje dhe një këmbë shumë e madhe për gjithë personat që janë duhanpirës për të shpëtuar mushkëritë, zemrën, trurin dhe të gjitha organet dhe organizmin në tyre, sepse ata vetë e kanë dorë. Duket se ku nuk e kanë në dorë, po e kanë në dorë. Shumë faleminderit Desli, ishte kënaqësi për gjithë informacionet dhe këshillat që ndat në ndjekësit tanë. Faleminderit juve, faleminderit të gjithëve. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.